Dy institucionet më të mëdha në Mitrovic, Spitali i Përgjithshëm dhe Universiteti Isa Boletini, si dhe 5 kompani të fuqishme ju bashkuan në rrjetit të telefonisë mobile dhe të internetit Vala. Ky numër i madh i institucioneve spitalore dhe universitare si dhe bizneseve që do të përdorin tash tutje numrat e Valës, i sollën këtij operatori telefonik mbi 5.000 klientë të rinj, vetëm brenda një dite. Esat Jusufi, menaxheri Telekomit të Kosovës në Mitrovic, tha se prezenca e drejtorit menaxhues Agron Mustafa dëshmon për transferim kompetencash dhe për mbështetjen e regioneve. Ai gjithashtu shtoi se ne nuk do të ndalemi. Në prezencën e drejtorit menaxhues të Telekomit të Kosovës dhe në vazhdën e angazhimeve dhe planit operativ që ka bë në përgjithësi, besoj që është oferta ajo që na ka bashku edhe sinqeriteti junë edhe ju që na ka bashku sot me nënshkrimin e kontratës. Shpresoj që kemi pas një bashkëpunim të mirë, të sinqert, të mirëfillt. Drejtori menaxhues Agron Mustafa, duke përgëzuar menaxherin regional dhe stafin e regionit të Mitrovicës, pranoi që është shumë i emocionuar. Shumë kënaqësinë e madhe ju marr sot këtu me të vërtetë ju falenderoj shumë për për bashkëpunimin dhe besimin që jeni tu na dhënë ne kur flas ne po flas Telekomit të Kosovës për shërbimet të cilat na jemi tu ofru, ku kemi arritur këto. Pa diskutuar që vetë jemi liderë në treg, po jemi ditë në ditë vetë të zgjenuar dhe Pas bizneseve u nënshkrua kontrata për kalim në Vala edhe të stafit akademik të Universitetit Isa Boletini në Mitrovic. Mbi 130 punonjës të stafit akademik, tani tutje do të përdori numrat postpaid numrat të Valës.